Udba e ka pas zyren në Goletok. Nuk ka jetu. Udba që ka jetu në Goletok, 50 vetë kanë qenë. Në Goletok ka jetu. Kanë hongër, kanë pjetë, aty e kanë pas për detyrë që këtyne që janë në burg në Goletok me anëzi jetën. Me andru secili me lutë vdekjen. Me ardhë vdekja dhe me kry punë. Në mesin e tyne janë 5 shqiptarë që kanë vdek atje, nër tortura. Nër tortura, i veçantë është rasti i Omer Qerkezit, të cilin ai ka kaluar 6 vjetë në për bile me i vend thuhet që ka qenë 2 herë në Goletok, po në atë listën e madhe i jepet 1 herë për 6 vjetë. Edhe e kanë mytë. E kanë mytë, torturë të athy se cilin ashtë. Prej gishtit të vogël, deri të rrashta kresë. Edhe në fund, ja kanë shtyp kryet me gurë, pum, edhe ja kanë lidhë gurën në trup edhe kanë gjujt në sotësit të detit. A i vorën e ka atje në thëtësin e detit. Këta tjertë janë 4 tjertë të vdekur, po ashtu me tortura, po nuk ka sqarime, nuk ka spjegime prej atyne që kanë pa, po ata kanë vdek në tortura. Feta Kluna është ushtarak, një farë, dhe e kanë vra, gjëja tentoj me ikë, me notë, e notë nuk ka ditë. Po, Nikol Perkaj, ky i ri, ky dënue Nikol Perkaj 24 muaj. Edhe i vdekur atje, veç jepet që ka vdek. Edhe Martin Gjoka është nuk i dihet vendi varrosjes, Martin Gjoka. Ndërsa Qemal Hoxha figuron i burgosur i varrosur në Mirogoj të Zagrebit, fusha Varrezës 151, sektori 3, numri varet 56. I varrosur 51-shin.